We are with you, Slava Ukraini. Thank you. Shefja e diplomacisë Elisa Spiropali qëndroi në Kiev këtë të njëjtë për të rikonfirmuar mbështetjen e Shqipërisë për Ukrainën në konfliktin e paprovokuar me Rusinë. Ukraina po shkruan një nga historitë e mëdha të kohës sonë, një histori rezistence, dinjiteti dhe refuzimi për të dorëzuar përballë tiranisë. Krah homologut Ukrainas, ministria theksoi qëndrimin e unifikuar të Shqipërisë me atë të aleatëve strategjik, duke vlerësuar edhe përpjekjet e presidentit të SBA Trump për t'i dhënë fund kësaj lufte. Për të arritur këtë, është thelbësore një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme. Shqipëria mirëpret përpjekjet ndërmjetësuese të Shteteve të Bashkuara dhe presidentit Trump, të Bashkimit Evropian dhe të gjithë partnerëve që sinqerisht kërkojnë një zgjidhje që nderon sakrificat e jashtëzakonshme të Ukrainës. Numri 1 i diplomacisë shqiptare zbardhi edhe fushat në të cilat do të zgjerohet bashkëpunimi dypalësh. Bashkarisht, ram dakord që pavarësisht vështirësive të përqendrohemi në mundësitë për tregti dhe investime edhe në rrethana të jashtëzakonshme, kontakte më të thella ndërmjet komuniteteve të biznesit, bashkëpunim në sektor ku Shqipëria dhe Ukraina mund të krijojnë vlerë të shtuar si energjia, infrastruktura, turizmi, bujqësia dhe teknologjia. Shefja e diplomacisë shqiptare u prit nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili e nderoi në një ceremoni shtetërore me dekoratën Urdhri i Princesh Olga. Thank you so much. This is, I just want to say that this Order of Princess Olga first